Zoti na bekoft shumë edhe Zoti na dhën nga fjala e tij akoma më tepër. Sepse Zoti ka arsye gjithmonë që të lavdërohet dhe ne duam ta lavdërojmë Zotin edhe nëpërmjet fjalës së tij. Le të fillojmë me një lutje sot, duke folur për ditën e rëshajave, për ditën e Pentikostales, ditën e 50, që themi. Le të bëjmë një lutje së bashku. Zoti shenjtë, Ti ai që e ke mbjell kishën vetë nëpërmjet gjakut të Jezus Krishtit, dhe Ti ai që rrit. Të gjithë ne të tjerët që vim përpara jemi shërptor të Tu, jemi persona që na thire, dhe ne o Ati shenjtë jemi në vullnetin tënd. Ne duam të japim atë që na jep Ti. Të falënderojmë atë. Të falënderojmë dhe për një herë akoma, të falënderojmë nga thellësia e shpirtit tonë, sepse Ti do na flasësh, Ti do na kujtosh, dhe Ti do na mësosh, dhe Ti do na ngresh. Kemi nevojë për fjalën Tënde, kemi nevojë për frymën e shenjtë të na flasë akoma më tej. Në emrin e Jezusit, kontrollo çdo gjë. Ti jetë vetëm nga fryma jote shenjtë, jo nga tepricat e zemrës, nga tepricat egoiste të njeriu. Në emrin e Jezusit, amin. Vëllezër, siç e dëgjuat edhe më përpara atë që thash në greqisht, mrekullia më e madhe është mrekullia e rilindjes. Mrekullia e rilindjes është mrekullia më e madhe që është bërë në jetën tënde dhe në jetën time dhe në jetën e gjithë vëllezërve dhe motrave kudo në botë. Që erdhi fryma e shenjtë, i dhe vend, banon tek ty, jeton me ty, shtohet akoma më tej ditë për ditë, edhe është ajo fryma e shenjtë që të thot ec, vazhdo me mua. Perëndia jeton me ne. Fryma e shenjtë jeton me ne. Suksesi më i madh që është bërë në jetën tënde nuk janë as shkollat e tua. Suksesi më i madh nuk është as shtëpia jote, as puna jote, as gjë. Suksesi më i madh është që ti nuk do jesh këtu në tokë kur të tjerë do largohen, do jesh aty lart në qiell kudo që është Zoti, kudo që është Perëndia. Dhe ti ke një drejtues që të tjerët nuk e kanë, që është fryma e shenjtë, që të thotë ec me mua, ti je biri im, bija ime. Nuk je një i vobekt, nuk je një person që nuk ke dikë në krah. Mund të trajtojnë prindrit, mund të trajtojnë shumë njerëz, të trajtojnë akoma dhe motra, vllai dhe fisi yt, edhe gruaja dhe burri yt. Por nuk trajton fryma e shenjtë, kur ti ke dëshirë që të ecësh. Ashtu, siç po flasim për ditën e 50 që po vjen fryma e shenjtë, në ato momente ishte mbushja e profecisë, dhe mbushja e profecisë ka një hallk qendrore, atë që do kap sot është nga Joeli. Nga Joeli, kapitulli 2 dhe vargu 28, ishte mbushja e parë e profecisë, aty ku fjala e Perëndisë po thoshte shumë qartë, që mbas kësaj do të ndodhë që unë do të përhap frymën time. Joeli 2:28. Do përhap frymën time mbi çdo mish. Bij tuaj dhe bija tuaja do profetizojnë, plejt do të shohin ëndra, të rinj do të kenë vegime. Dhe më poshtë thotë, në atë ditë do të përhap frymën time dhe mbi shërbëtor dhe shërbëtor, do të bëjmë mrekulli në qiell dhe në tokë, e me radhë me radhë. Kjo ishte përmbushja e profecisë që ishte thënë shumë shekuj më përpara. Nëpërmjet Joelit ishte thënë që çfarë? Që Perëndia do vendoste në çdo mish frymën e vet. Dhe më poshtë tek Jezekeli, fjala e Perëndisë thotë tek Jezekeli 36:22, do ju jap një zemër të re. Vëllezër, motra, a nuk kemi në një zemër të re e cila çdo ditë me Perëndin nëpërmjet frymës së shenjtë çdo ditë ndryshon, çdo ditë shikon gjërat në këndvështrim tjetër. Dhe sot me hirin e Zotit, ajo që do shikojmë nga fjala e Perëndisë nuk është thjesht sepse erdhi fryma e shenjtë dhe mund të jetë një përsëritje e vazhdueshme, dhe kjo humbet rëndësinë e gjërave. Erdhi fryma e shenjtë, lavdi Zotit. Kemi frymën e shenjtë, lavdi Zotit. Por fryma e shenjtë, siç e theksova, ka dy qëllime sot, dhe ne do shikojmë dy qëllime paralele. Le ta lexojmë së bashku nga kapitulli 2 i Veprave të Apostujve, nga vargu 1 deri tek 13. Kur erdhi dita e rëshajave, ata ishin të gjithë bashkë në një mendje të vetme, në të njëjtin vend. Dhe befas nga qielli u bë një ushtim, si ajo njerë që fryn furishëm dhe e mbushi gjithë shtëpinë ku ata po rinin. Dhe atyre ju dukën gjuhë si prej zjarit, të cilat ndaheshin dhe zinin vend mbi secilin prej tyre. Kështu të gjithë i mbushën me frymën e shenjtë dhe filluan të flasin me gjuhë të tjera, ashtu si fryma e shenjtë u jepte atyre të
të shpreheshin. Por në Jeruzalem banonin disa judenj, njerëz të devotshëm, nga të gjitha kombet në qiell. Kur u bë kjo ushtim, turma u mblodh dhe u hutua, sepse secili nga ata i dëgjonte të flisnin në gjuhën e vet. Dhe të gjithë habiteshin dhe mrekulloheshin dhe i thoshin njëri tjetrit: "Ja, a nuk janë të gjithë Galileas këta që flasin? Dhe si fallë secili nga ne i dëgjon të flas në gjuhën e vet amtare? Ne partët, medët, elamitët dhe banorët e Mesopotamisë, të Judes dhe të Kapadokisë, të Pontit dhe të Azis, të Frigjisë dhe të Pamfilis, të Egjiptit dhe të pjesëve të Libis pranë Kires, dhe të ardhur nga Roma, judenj dhe prozelit, kretas dhe arab, i dëgjojmë të flasin për gjërat e mëdha të Perëndis në gjuhët tona. Dhe të gjithë habiteshin dhe ishin hutuar dhe thoshin njëri tjetrin: "Ç'do të thotë kjo?" Kurse të tjerët, duke përqeshur, thoshnin: "Janë plot me verë të ëmbël." Ky është teksti në bazë, vëllezër, dhe këtu do bazohemi. Perëndia nuk bën asgjë pa qëllim. Asnjëherë në jetën tonë nuk bën asgjë pa qëllim, dhe këtu në fjalën e Perëndis përsëri fjala e Zotit, vetë Perëndia, vetë Jezusi, siç premtoi, e solli. Nuk u kishte thënë se kur do ta sillte, por e solli në festën e tij të dytë, në festën e tyre të dytë të izraelitëve. Aty që thash edhe në greqisht më përpara, ishte 50 ditë, 7 shtuna, ishte festa e dytë më e madhe, festa e javëve. Aty ku do vini me drithërat e para, me korjen e parë, është festa e të korave të para. Do të vini me duajt e tyre, me thesët plot me grur, edhe ato do të jipeshin tek Perëndia, do të jipeshin tek priftërinjt. 50 ditë e mbani mend sa herë fjala e Perëndis na kujton 50 ditë. Festa e dytë, festa e të gjitha këtyre ndodhi tamam 50 ditë, sepse Perëndia donte të shikonte tek secili prej tyre dhe t'u jepte një qëllim. E para është që kishte një qëllim personal tek njëri, tek secili prej tyre që donin të ndiqnin Jezusin, dhe e dyta kishte një këndvështrim tjetër për misionin e kishës. Inaugurohet në ditën e 50, në ditën e rëshajave, në ditën e ardhjes së frymës së shenjtë, inaugurohen dy gjëra. Si do ta shikosh ti në këndvështrimin personal ardhjen e frymës së shenjtë, dhe e dyta, si e shikon ti misionin e kishës? Ti që je këtu me ne, unë që jam bashkë me ty, të tjerët që do të vinë, të tjerët që ne i rithojmë, si shikojnë ata misionin e kishës? Në këtë ditë u inaugurua misioni i kishës. Se mbani mend se çfarë u kishte thënë Jezusi përpara se të largohej. Unë do ju dërgoj mbi ju premtimin e Atit tim. Luka 24:49. Po ju qëndroni në qytetin e Jeruzalemit derisa të visheni me pushtet nga lart. Dhe më poshtë tek Veprat e Apostujve, kapitulli parë dhe vargu 8, u thot këtë gjë: Por kur do të merrni fuqi, kur fryma e shenjtë do të vijë mbi ju dhe do të bëheni dëshmimtar në Jeruzalem dhe në gjithë Juden dhe në Samarin dhe deri në skajin e dheut. Pra fryma e shenjtë nuk u dha pa qëllim, u dha që ata të bëheshin dëshmimtar kudo në gjithë botën. Në Jude, në Samari, kudo në gjithë botën. Vëllezër, nëse ti ke frymën e shenjtë, dhe të gjithë ata që do ta marrin më brapa, me hirin e Zotit, ne lutemi. Ta dish ama që marrja e frymës së shenjtë nuk është thjesht që unë u shpëtova, unë jam i Perëndis, unë jam i Zotit. Jo. Tashmë e tutje ti duhet të shikosh një drejtim personal, një këndvështrim, një horizont të ri. Përse t'u dha fryma e shenjtë? Siç u dha dishepujve, u dha që të dëshmonin. Siç u dha dishepujve, u dha që të jepte forcë akoma më tepër, të mbinin forcë, të jepte atë, të dilnin në të gjitha skajet e dheut. Të shkonin dhe të jepnin ungjillin. Dhe si përfundim, a ka një dishepull që nuk shkoi? Asnjëri nuk shkoi, asnjëri nuk ngeli në vendin e vet, të gjithë shkuan. Të gjithë u vranë në një farë mënyre, përveç Gjonit që vdiq ashtu në pleqëri të madhe, por të gjithë u vranë duke dëshmuar fjalën e Perëndis. Kur erdhi pra dita e rëshajave, ata ishin të gjithë së bashku, 50 ditë, jo më pak. 50 ditë ishte, siç e theksova, festa e dytë, por e mbani mend, sa ditë ju desh që të mirte Mojsiu në malin Sinai? Sa ditë ju desh që të mirte pllakat për herë të dytë, jo të parat që i thjeu, për herë të dytë. E mbani mend?
kur fjala e Perëndisë e solli aty në mal dhe i tha, do marrësh ligjin, do marrësh fjalën e Perëndisë. 50 ditë fiks. Nga momenti që ata kishin dalë nga Pashka, nga dalja që është Pashka në hebraisht do të thotë dalje, 50 ditë fiks jipet ligji i Perëndisë, jipet ligji për popullin e Izraelit. Dhe aty në festën e të korave të para, pas 50 ditësh, e dini se çfarë zotimesh dhe çfarë bekimesh bënte Perëndia për ata dhe thoshte, ti je populli im, unë do të bekoj, dhe ti vazhdon më jep dhe unë vazhdoj të japi, thoshte popullit të vetë Perëndia, dhe lexoi ligji, lexoi nga ligji për të rirë dhe nga Eksodi, lexoheshin ligjet e Perëndisë për të gjithë popullin e Izraelit dhe të gjithë izraelitët. Por largoi ama çdo mashkull, çdo person që ishte aty, çdo person aty që ishte në Jeruzalem largoi dhe thoshte atë ditë që i dhash Perëndisë, Perëndia më bekoi dhe do më bekoj akoma më tepër me besim. Por ama asnjëherë nuk ngelej një pjesë, ngelej dhe pjesa e dytë dhe thoshte Perëndia, por ti të vazhdosh të jesh i shenjtë. Ti të vazhdosh të jesh me mua dhe ti të bësh të gjithë fjalën tënde në çdo moment. Nuk kishte vetëm pjesën e Zotit, kishte edhe pjesën e njeriu. Në atë ditë të 50, kur erdhi fryma e Perëndisë, kur erdhi fryma e Perëndisë ishte u paraqit si zjarr dhe si ajo erra që vjen vërdall, që ti e dëgjon, por nuk e shikon. E dëgjon zërin e fjalës, edhe ky është simbolika e parë e fjalës së Perëndisë, e frymës së shenjtë. E dëgjon fjalën, e dëgjon zërin, të djeg për brenda vetes tënde, por ti nuk po e kupton kush, si, nuk e shikon, po e di ama që është fryma e shenjtë, që është brenda vetes tënde. Që të flet fuqishëm e të thot bëj këtë ose mos e bë këtë. Që të thot fuqishëm që vazhdo dhe ec. Mos e shikoj jetën tënde në mënyrë personale. Unë i kushtohem familjes time, unë i kushtohem vetëm punës time, unë i kushtohem vetëm jetës time, të afërmve të mi, nuk i kam përkeq njeriut, ja, kam nënën time në krah, fëmijët e mi, gruan, kam farafisin tim, nuk i kam përkeq as njeriut, nuk është kështu jeta me Zotin. Nuk është kështu sepse këta dishepujt, kur morën atë fuqinë nga fryma e shenjtë, menjëherë adhuruan Perëndin, menjëherë i thanë Zotit po, tani vazhdojmë, edhe ata vazhduan misionin e tyre. Vëlla dhe motër, në qoftë se ke marrë frymën e shenjtë dhe thua që jam i Krishtit, atëherë mos haro që ke dhe një mision. Ke një mision personal, jo mision bashkë me kishën, ke një mision personal, jo një mision bashkë me kishat e tjera, se shvaj, ke një mision personal përpara Perëndisë, dhe ti e di misionin tënd. Vëllezër, fryma e shenjtë ka ardhur në shumë mënyra. Ju e keni parë dhe e keni dëgjuar dhe mbase në predikime kur u pagëzua Jezusi, fryma e shenjtë si zbriti. Zbriti në formën e një pullumbi, si një pullumbi i bardhë që qëndroi mbi të. Ka marrë shumë e shumë gjëra të ndryshme fryma e shenjtë, edhe si zjarr, edhe si ushtim, edhe si një zë që dëgohet larg, edhe si një zë që dredh tokën edhe dredh gjithçka, por muhabeti është që në të gjitha këto rastet, fryma ka një mision dhe një qëllim. Fryma në ditën e 50 erdhi fuqishëm edhe u foli një nga një. Por nga ana tjetër do t'i tregonte të gjithëve që fryma që po vjen tek ju është si një zjarr që thotë tek Hebrejt 12:29, është një zjarr që konsumon. Është një zjarr i cili shumë herë do të çojë përpara fjalës së Perëndisë, do të çojë përpara Perëndisë edhe do të thotë kujdes. Është një zjarr që konsumon. Edhe Perëndia do të konsumojë, Perëndia do të heqi prej nesh të gjithë ato që nuk duhen. Shumë herë të gjithë ato që unë i konsideroj jashtëzakonisht të rëndësishme apo jashtëzakonisht të nevojshme, mbase Perëndia më tregon që ato nuk janë plotësisht të nevojshme. Vetëm nëpërmjet frymës së shenjtë Zoti ndryshon. Ndryshon që të bëj një besim të pastër. Ndryshon sepse shumë herë ti mund të thuash, dakor, unë besoj, por nuk jam i denj për Perëndin. Nuk mund ta bëj dot këtë, nuk mund ta bëj dot tjetrën. Më përpara, kur po flisja për të rinjt, në greqisht flash për të rinjt, e mbani mend se kush ishin dishepujt? Çfarë kishin bërë më përpara? Ju e mbani mend. Thomai thoshte më trego duart. Pietri e kishte refuzuar.
Të gjithë ata ishin aty prezencë në ditën e rëshajave, në ditën e 50. Jakobi dhe Gjoni ishin aty kur kishe vendosur nënën e vete dhe i thoshtin, na vendos të mbretërinë tënde, njërin majtas, tjetrin djathtas. Në fund të fundit, në qoftë se do ta shikojmë pak akoma të vete, akoma dhe më ekstremen. E mbani mend, përpara, kur vajtën në qytetin e Samaris aty, dhe kaluan dishepujt edhe nuk u jipnin, samaritanët nuk u dhanë dishepujve për Jezusin asnjë lloj ndihme, sepse kishin drejtuar fytyrën thot për në Jeruzalem. Edhe i tha Gjoni, Jakobi në ato momente, i tha Perëndis, Zot, të lutemi ne që të vi një zjarr nga lart e të bëj të gjithë shkrum këta, siç u lut Elia, profetëve përpara profetëve në dhjetën e vjetër. Dhe vjen Zoti dhe u thot, ju nuk e dini se cilit frymi takoni. Në qoftë do ta marrim nga ana njerëzore, këta njerëz nuk janë fare të denjë që të marrin frymën e shenjtë. Edhe nuk janë fare të denjë nga ana jon logjike, do thoshnim si ka mundësi ai të dojë që të vritet tjetrit, ta bëj shkrum nëpërmjet rufes, siç po lutet, apo Pietri që po e refuzon, që thot nuk e njoh, bile edhe 3 herë, apo tjetri që thot nuk besoj asgjë nëse nuk shikoj shenjat në gishta, Thomai, apo të gjithë të tjerë që donin frone, majtas e djathtas në mbretërinë. Nëse do ta shikonim nga ana jon njerëzore, do thoshtim asnjë nuk është i denjë. Vëllezër, Perëndia nuk punon dhe Perëndia nuk vendos atë që do të vendosi siç duam ne. Perëndia thjesht duke parë dobësitë e njerëzve dhe sot me frymën e shenjtë merr dobësitë dhe i kthen në fuqi. Atë ditë Pietri u ngjillzoi dhe besuan 3000 veta. Atë ditë ata than, u ngjillin të gjithë këta në gjuhë të ndryshme që lexova më lart, në gjuhën e arabëve, në gjuhën e egjiptasve dhe shumë gjuhë të tjera të Mesopotamis, dëgjuan në gjuhën e tyre amtare çfarë mrekulliesh kishte bërë Perëndia. I merr dobësitë dhe i kthen në forcë Perëndia. Prandaj dhe ti që thua shumë herë jam i dobët, edhe ti ke vend me frymën e shenjtë të shndroj. Thjesht ta lësh. Thjesht mos të vendosësh atë tapën hermetike në jetën tënde shumë herë, në kornizat e tua. Këtë bëj tani, këtë bëj më vonë, dhe fryma e shenjtë nuk të udhëheq dot, se nuk ka vend. Frika dhe mos angazhimi i tyre në fund të fundit të këtyre dishepujve, frika e tyre u kthye në fuqi. U kthye në një guxim dhe në besim tek Perëndia. Sepse po të ishte nga ana njerëzore, asnjëri prej nesh nuk do të vinte këtu përpara njëri tjetrit, nuk do të vinte përpara Perëndisë, do të thoshte unë adhuroj Zotin, unë bëj këtë, por e bëjmë sepse Perëndia na shndron ditë për ditë. Sepse shumë shumë gjëra më janë, siç lan dishepujt, edhe themi Zot, ne duam të ecim me ty, por duam ama që fryma të zë vend. Zhgënjime të ndryshme dhe largime nga Perëndia kishte akoma dhe të dishepujt, por Perëndia erdhi, e mori Pietrin, ai që donte ta refuzonte, që ishte larguar në një farë mënyrë, dhe shkon edhe i flet. Edhe i shkon edhe i flet edhe i thot shko dhe ti me ta. Shumë herë vëllezër, ne shpejtojmë që të jemi gjykues me të tjerët, por ti motra ime, ti vlla im, ti duhet të më tregosh mua, edhe unë duhet të tregoj ty që me të vërtet ti po ecën me frymën. Fryma nuk është fryma e shenjtë që të kesh një jetë apatike, një jetë të ngunjuar diku, një jetë diku duke parkuar. Pse? E parkove makinën shumë bukur, po ke lënë aty ama. Sepse mbase të mungon benzina. Mbase të mungon nafta. Edhe ajo nafta, ajo benzina është ajo fryma e shenjtë që duhet ta lësh, të punoj brenda teje. Fryma e shenjtë erdhi për të bërë aktive, nuk erdhi thjesht që të jetojë tek ta në mënyrë pasive. Vëllezër, në të vërtet thot fjala e Perëndis, kush beson në mua, tek Gjoni 14:12, ta lexojmë direkt këtu. Fjala e Perëndis tek Gjoni 14:12 thot: Në të vërtet po ju them, kush beson në mua do të bëj dhe ai veprat që bëj unë, madje do të bëj edhe më të mëdha se këto, sepse unë po shkoj tek Ati im. Vëllezër, Perëndia nuk mund të kufizohet.
Perëndia nëse do të bëj një vepër dhe ka vendosur që ta bëj me ty, thjesht thuaj po, unë dua. Edhe Perëndia do të hapi rrugë të reja. E di Perëndia se kush tek secili do jap akoma më tej energji, se tek cili do jap akoma më tej dhunti, e di ama, por nuk duhet të jesh i ngujnuar. Nuk do jesh ai personi i cili e ke mbyllur jetën tënde, e ke futur në një kafaz, punë, shtëpi, punë, fëmijë, familje, një shkollë, një diçka tjetër, një hop të vogël, kaq mbaroi. Edhe nuk futet diçka tjetër. Nuk ka vend Perëndia. Prandaj, vëllezër, ai transformim që filloi përpara 3000 vjetësh e pak më tepër, që kanë kaluar disa vite akoma. Ai transformim i frymës së shenjtë që bërit tek dishepujt me misionin e tyre, është i njëjti transformim që duhet të ndodhi tek neve. Neve nuk e morëm frymën e shenjtë thjesht që të gëzohemi, që jemi me Perëndin. Ne e morëm frymën e shenjtë që përveç gëzimit, që është e para, dhe jemi brenda nesh të sigurt që do shkojmë me Perëndin një ditë, është sepse ne kemi misionin ton, misionin si kish, edhe si person. Nëse ne vdesim, nëse ne nuk kemi misione të tilla, atëherë kjo tregon avash që këtë frymë neve po e shuajmë. Tregon që unë mbyllem në jetën time ditë për ditë. Dhe tregon që shndrimet me këtë frymën brenda vetes time nuk po ndodhin lehtë. Shndrimet e karakterit tim. Vëllezër, tek Romakët 8:12 fjala e Perëndis, Pali u thoshte, Romakët 8, Pali tek 8:12 u referohet dhe u thot: Prandaj vëllezër, jemi debitor, jo të mishit, por të jetojmë sipas mishit, sepse po të jemi sipas mishit do të vdesim, por nëse me anë të frymës i vrisni veprat e trupit, do të jetoni. Shkatroj dhe le të vdesin ato të trupit, thot fjala e Perëndis. Sot nëse unë kam frymën e shenjtë, dua të hetoj veten time. Ato të mishit vazhdojnë dhe jetojnë tek mua me vite. Jam akoma debitor në mish, jam akoma ai që kushtoj vëmendje mishit jashtë mase, do me thënë jetës time, apo jetës së re në frymë, e cila ka një qëllim shumë më të lartë, sepse në fund të fundit ajo do të matet, jeta në frymë, jo jeta jote në mish. Sepse gjithë ata që udhëhiqen nga fryma e Perëndis, ata janë bij të Perëndis. Nuk ka mundësi ti të jesh me frymën e shenjtë, ti jesh një person që do të udhëhiqesh nga fryma e Perëndis edhe mos të jetosh, mos ta shikoj tjetri, mos të jetë aktive fryma, nuk ka mundësi. Sepse ju nuk keni marrë një frymë skllavërie, që të keni përsëri frikë, por keni marrë frymën e birërisë, me anë të së cilit ne therasim Aba o At. Shikoni shpirti ynë kujt i drejtohet. I drejtohet Atit nëpërmjet frymës së shenjtë, i drejtohet Atit që ne të ecim më tej e më tej. Prandaj të lutem, hetoj edhe një herë veten tënde dhe shikoje. Shikoje sepse fryma çdo moment do të bëj gjëra të reja me ty. Fryma nuk është vetëm që të bëj gjëra me vllai në fund, apo me motrën në fund, apo me një majtas, apo me një djathas, po jo me mua. Edhe me ty do të bëj. Edhe me ty do që të shndroj, edhe të bëj një vegël, akoma dhe sikur të jesh i dobët, të jesh një vegël në duart e tij. Të gjithë ata dukeshin sikur nuk ishin të denjë, siç ja u theksova më përpara, por i mori Perëndia dhe i bëri të denjë. Do vini me mua, do hapni ungjillin, do përhapni ungjillin, do bëni dëshmimtarët e mi, kudo. Edhe nuk ka mundësi që ti të ecësh me Zotin dhe mos të thuash dy fjalë për jetën tënde të re diku jashtë. Nuk ka mundësi që ti të ecësh me Zotin, me Perëndin dhe mos të hapësh gojen apo mos të japësh një broshurë të vogël tek dikush që do humbasi, që e di që do humbasi nesër, që jeton pa Zot. Vëllezër, dikur ne ecnim në errësirë, ne ecnim në veprat e mishit, ne ecnim si çdonim ne, por dua ta mbyll me këtë vargun tek Efesianët 5.
Fjala e Perëndis thot komplet që tashmë ju jeni në dritë dhe jeni në një rrugë të re, dhe këtë rrugë duhet të ta bëni me zor, sepse ky është vullneti i Perëndis. Jo në dembelizëm. Jo. Shko dhe bëhe me kohë pa kohë, ec për Zotin, aq mundësi sa të jepin, po ec me Zotin. Nuk ka parkim me Perëndin. Tek Efesianët, kapitulli 5, po e mbyllim. Efesian kapitulli 5 edhe vargu 8. Fjala e Perëndis thoshte edhe thot nëpërmjet vllait ton Pal, dikur ishit në errësirë, por tani jeni dritë. Dritë në Zotin. Ecni pra si bij të dritës. Nuk mund të ecësh dot si biri i errësirës kur je tashmë i dritës, i mbushur plot me frymë. Nuk mund të ecësh dot akoma në errësirën e vazhdueshme të mishit, sepse thot, ashtu si kishaj në sepse fryti i frymës qëndron në çdo mirësi, drejtësi dhe të vërtetë, duke provuar çfarë është e pëlqyeshme për Zotin. Dhe mos keni bashkësi me veprat e pafrytshme të errësirës, por më tepër t'i qortoni, sepse ato që bëhen prej tyre në fshehtësi edhe të thuhen është turp. Kurse të gjitha gjërat kur dalin në dritë bëhen të dukshme, sepse çdo gjë që shfaqet është dritë. Prandaj shkrimi thot, zgjohu ti që flë, edhe nëse je një nga ata që po flë, zgjohu. Të lutem shumë nëse je një nga ata personat që flë në jetën tënde frymore, që ja ke futur gjumit të ariut polar aty 6 muaj, nuk e di sa ariu. Zgjohu. Se fryma e Perëndis nuk i thot asnjërit që nuk je për mua, je për veten tënde, nuk i thot asnjërit ashtu. Por ti që flë, thot fjala e Perëndis, zgjohu, ngrihu prej së vdekuris dhe Krishti do të të ndriçojë. Këto janë premtime të mrekullueshme të Perëndis, por është gjithçka. Dua unë, do ti, do tjetri që të zgjohet. Zgjohesh me një qëllim. Pali u zgjua aty përpara Perëndis, kur ndiqte të tjerët, u zgjua e erdhi drita, edhe pa, dhe tha me njerë, Zot, çfarë do të bëj unë? Jo, tani më lejnë rehat mua se unë bëra gabim dorim më janë. Jo, të vazhdojmë. Dhe ne vëllezër kemi nevojë që të vazhdojmë akoma më tej, më thellë, edhe më përpara. Nuk kemi nevojë të qajmë për gabime nga mbrapa, por kemi nevojë të shikojmë dritën përpara. Nuk kemi nevojë shumë herë të merremi me llafe se çfarë ndodhi më mbrapa. Kemi nevojë të ecim së bashku. Dhe jam i bindur që fjala e Perëndis do ta bëj me frymën e shenjtë, nëse ekziston dëshira jon. Amin. Amin. Zoti bekoft edhe punoft brenda nesh nëpërmjet frymës së shenjtë. Amin.